Shërbimi i ndihmës së shpejtë në Maqedoni nuk është mjaftueshëm i ekipuar dhe është jo efikas. Gjithashtu, pakultura e qytetarëve ndikon në reagimin e tyre të ngadalshëm. Për rreth 2 milion qytetar, në funksion janë vetëm 156 autoambulanca. Vetëm në 8 shtëpi të shëndetit ka gjithsej 112 ekipe të ndihmës së shpejtë, kurse duhet të ketë 142. Shumica e autoambulancave që shfrytëzohen janë të amortizuara dhe të vjetërsuara. Ministria e Shëndetësisë qysh në nëntor njoftoi se janë blerë 12 autoambulanca, por veturat e reja ende nuk janë porositur. 6 veturat janë planifikuar për Shkupin, por nuk dihet se kush do t'i fitojë të tjerat, sepse nuk ka kriter të qartë për shpërndarje. Shtëpitë e shëndetit në Dibër, Kërçov, Koçan, Kumanov, Hobishtit dhe Gostivar kërkojnë ekipe dhe veture të reja të ndihmës së shpejtë. Tani, radhën për veprim e ka Ministria e Shëndetësisë.